në drejtim të qetësisë së sistemit nervor. Çfarë mund të përgatitet në kushtet e shtëpisë? Një gotë me ujë të ngrohtë, ku hedhim në të një lugë çaj me hibiskus. Ne duam të bëjmë një çaj që të më japi funksion të fuqishëm edhe te qarkullimi i gjakut, por njëkohësisht edhe në drejtim të qetësimit të sistemit të tretjes. Çfarë mund të shtojmë në të dhe automatikisht ne kemi qetësuar sistemin tonë nervor Përmes vitaminave që thamë? përmes vitaminave B1, B2, B3, po plus këtyre neve do të shtojmë mendra e butë. Kaq është e mjaftueshme. Kush i provon këto, me vërtet do të ndjej një kënaqësi trupore dhe do të duket sikur kjo gota e çajit do ta rrëmbej në këtë botën e brendshme të saj dhe sikur të krijon ca çaste me vërtet lumturie në trupin e tij. Një çaj që të jetë qetësues për sistemin e tretjes dhe njëkohësisht qetësues për sistemin nervor. Pra, kë mund të kemi neve në shtëpi? Mund të kemi mendrën e butë ose nenegjikun, ne bëjmë hibiskus me nenegjik. Po nëse kemi barin e bletës, hibiskus me barin e bletës.